Politikani ekstremi të djathtë në Gjermani, Ingo Mühlmann, antari Partisë Alternativa për Gjermaninë, është vënë në qendër të kritikave për interesin e tij të vazhdueshëm në çështje të ndjeshme sigurie, që kundërshtarët politik thonë se mund të jenë me interes të drejtë për inteligjencën ruse. Duke shfrytzuar të drejtat si ligjvënës në parlamentin e landit të Turingis, ku AfD është forca politike më e madhe, Mühlmann ka paraqitur një sër pyetjesh zyrtare drejtuar qeverisë rajonale. Ato lidhen me mbrojtjen nga dronët, kapacitetet e policisë për neutralizimin e tyre dhe veçanërisht me transportet perëndimore të armëve që kalojnë tranzit përmes Gjermanisë drejt Ukrainës. Pyetjet përfshin detaje mbi numrin e transporteve ushtarake, llojin e tyre rrugor apo hekurudhor, ndalesat e njohura dhe teknologjitë e përdorura nga autoritetet për mbrojtjen e infrastrukturës kritike. Kritika kryesore është se edhe pas zbuluar drejt për drejt informacionet klasifikuara, një mori e tillë pyetjesh mund krijojë një panoramë të vlefshme për shërbimet ruse të inteligjencës. Ministri i Brendshëm i Turingis, Georg Mayer, deklaroi se krijohet përshtypja sikur AfD po vepron sipas një liste detyrash të ardhur nga Kremlini, duke theksuar interesin e pazakontë të partisë për infrastrukturën kritike dhe kërcënimet hibride, çështje që normalisht nuk janë kompetence parlamenteve rajonale. Akuzat janë forcuar edhe nga qëndrimet pro-Kremlinit që udhëheqës të AfD-s kanë mbajtur publikisht, përfshirë thirrjet për rikthimin e lidhjeve energjetike me Rusinë dhe ndërprerjen e ndihmës ushtarake për Ukrainën. Kundërshtarët politike kanë cilësuar AfD-n si kalin e trojës së Vladimir Putinit në Gjermani. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e AfD-s i mohojnë kategorikisht akuzat. Mühlmann dhe drejtuesit e partisë thonë se pyetjet janë legjitime dhe reflektojnë shqetësimet e qytetarëve për sigurinë. Ata argumentojnë se është përgjegjësia e qeverisë të mos zbulojë informacione të ndjeshme dhe se fajësimi i deputetëve është i pabazë. Sipas të dhënave, AfD ka paraqitur mira pyetje parlamentare mbi sigurinë që nga viti 2020, më shumë se çdo parti tjetër. Ekspertët paralajmërojnë se pavarësisht motiveve, ky fluks pyetjesh përbën një rrezik potencial për sigurinë kombëtare, pasi informacionet e shpërndara në mënyrë fragmentare mund të shfrytëzohen nga aktorë armiqësor.